Po, nga telefono zotri. Prej Suedis. Suedia, zgjedhja apo zgjedhja e presidentit? Unë mendoj se populli e meriton me qenë zgjedhje jo një herë, po 10 herë deri sot ja shterë gjepat. Ne jemi popull, me thoni pa men. Dolëm 40%, unë kam qenë prej Suedis në zgjedhjet e fundit. Edhe të rrinë për kafe dhe zdel, edhe të është ankohen. Ka shumë prej këtyne që të rasin edhe ankohen. 40% dalin. Dilnin 80% vendosnin një partije, edhe e partije vendos të një presidentin. Nuk mund t'i jepet atina që i ka fitu 20%, mi thonë merë edhe presidentin, këj e rifi ka fitu 51%. Po pak janë se nuk ka dalë populli tonë. Do të me dalë populli. Vjosa e prishti, është një fjallë popullore, nuk me thamon, e mështu, mirë ke me Ramën e me Granellin, Vjosa është presidente 100%. Po e prishti edhe s'mon tjetë ma. Unë menoj se nuk jemi na populli, nuk janë politikajt fajtorë. Na me dalë e dajna si shiqerin prej shopit. Del 70% në votime edhe vendose, cilën dush parti vendose, ajo të një vendosi që të kurt vetë. Kështu mendoj, ndoshta jam gabim. Jo, faleminderit shumë, përshëndes shumë Suedia. Tung. Faleminderit.